Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvilluar takimin përmbyllës të fushatës në Tropoj. Duke folur në sheshin kryesor të Bajramcurit, Kryedemokrati ka hedhur akuzë ndaj kryeministrit Edi Rama se ky i fundit e ka diskriminuar veriun e Shqipërisë. Vi sot kur këtë tokë të bekur me pasuri nga më të mëdhat e braktisin çdo muaj djemt dhe vajzat e saj, kështu braktisin dhe Shqipërinë. Vi sot në Tropoj kur pasuritë e saj nuk janë pasuritë të qytetarëve të banorëve të Tropojës, kur taksat e tyre nuk shkojnë për rrogat dhe pensionet e tyre për një jetë më të mirë për ta. Vi sot, kur vendi qeveriset nga konglomerat apo nga një joint venture e pushtetit me krimin, qeveris Shqipërinë dhe Tropojnë një argat i Aleksandr Vučićit. Ndaj dhe ne vim tek ju me një projekt të ri, me një projekt me të cilin duhem të madhështi të bjerur, ta rikthejmë në madhështinë e saj. Duhem që Tropoja dhe Shqipëria, banorët e Tropojës dhe të mbarë Shqipërisë, tjetojnë të lirë, me dignitet, të mkëmën çdo vite më shumë, pasuritë e tyre të kthehen në të mira për familjet, për qytetarët e Tropojës dhe të Shqipërisë. Berisha u shpreh se Partia Demokratike është një forcë politike tradicionale që beson në traditën tonë dhe tradita jonë është familja. Si një forcë politike tradicionale e lidhur, që vlerësojmë dhe besojmë traditën tonë, dhe tradita jonë është familja, është trashëgimia më e mrekullueshme që kemi ne shqiptarët. Tradita jonë është morali, virtuti, tradita jonë është atë dhe dashuria. Berisha ju bëri sërish thirrje qytetarëve që do votojnë në zgjedhjet e 11 majit, kjo si një thirrje për ndryshim.